Pothuajse të gjithë e mbajnë mend momentin kur pan për herë të parë një fije floku të thinjur. Ndoshta ishte teksa kryeshit para pasqyrës, ose dikush ju avuri në dukje rastësisht me një shaka që nuk e kërkua. Ajo fije e vetme mund të ndihet çuditërisht emocionale. Nuk dhem. Nuk ndryshon mënyrën si funksionon floku juaj, por mbart një mesazh të fuqishëm, koha po ecën përpara. Flokët e thinjur prej kohësh janë lidhur me plaken, mençurinë, stresin dhe ndonjëherë edhe frikën. Por çfarë e shkakton në të vërtetë humbjen e ngjyrës së flokëve teksa plakemi? A është thjesht mosha apo edhe stresi luan rol? Sot do të zbulojmë pse flokët tan thinjen me kalimin e moshës. Duhet të shkojmë shumë më thellë se sa sipërfaqja, deri te qelizat e vogla, pigmentet dhe proceset biologjike që ndryshojnë ngadalë me kalimin e kohës. Çdo fije floku e nis jetën e saj nën lëkurë, brenda një strukture të quajtur folikull i flokut. Në bazën e këtij folikuli ndodhen qeliza të specializuara të quajtura melanocite. Këto qeliza prodhojnë një pigment të quajtur melanin, i cili është përgjegjës për ngjyrën e flokëve. Melanina vjen në dy forma kryesore. Eumelanina prodhon nuanca kafe dhe të zeza, ndërsa feomelanina krijon tone të kuqe dhe të verdha. Kombinimi dhe përqendrimi i këtyre pigmenteve përcakton nëse dikush ka flokë të zinj si nata, kafe gështenjë, biond me nuancë të kuqeremd apo të kuqe të zjarr. Ndërsa flokët rriten, melanocitet injektojnë melanin në boshtin e flokut. Ky pigment mbetet i mbyllur brenda flokut, duke i dhënë ngjyrë për gjithë jetëgjatësinë e tij. Vetë floku është biologjikisht i vdekur pasi del nga skalpi, që do të thotë se ngjyra e tij nuk mund të ndryshojë. Vetëm flokët e rinj mund të dalin me ngjyrë të ndryshme. Kjo është arsyeja pse thinjat fillojnë gjithmonë nga rënja. Me kalimin e moshës, melanocitet brenda folikulave fillojnë gradualisht të mos funksionojnë si duhet. Disa bëhen më pak efikase në prodhimin e melaninës, ndërsa të tjera vdesin plotësisht. Kur një folikull prodhon flok pa mjaftueshëm melanin ose fare patë, floku duket gri ose i bardhë. Në fakt, flokët gri nuk janë gri në kuptimin kimik. Ata janë pa ngjyrë. Pamja gri vjen nga reflektimi i dritës në boshtin e flokut dhe përzierja me flokët përreth që kanë pigment. Kur pigmenti zhduket plotësisht, flokët duken të bardhë. Arsyeja kryesore që ndodh kjo është plakja e qelizave. Melanocitet janë qeliza shumë të ndjeshme dhe me kalimin e kohës grumbullojnë dëmtime nga proceset normale metabolike, nga mjedisi dhe nga ulja e aftësisë së trupit për t'i riparuar. Në fund, ato thjesht ndalojnë së funksionuari. Pasi një folikull humbet melanocitet, pothuajse nuk i rifiton më. Nëse po pyesni pse disa njerëz thinjen shumë më herët se të tjerët, faktori kryesor është gjenetika. Mosha në të cilën flokët fillojnë të thinjen trashëgohet në masë të madhe. Nëse prindërit ose gjyshërit tuaj janë thinjur herët, ka shumë gjasa që edhe ju të ndiqni të njëjtin model. Shkencëtarët kanë identifikuar gjene të caktuara që lidhen me mbijetesën e melanociteve dhe prodhimin e melaninës. Ndryshimet në këto gjene ndikojnë sa gjatë këto qeliza mund të vazhdojnë të funksionojnë. Kjo është arsyeja pse dy persona të së njëjtës moshë mund të kenë flokë krejtësisht të ndryshëm. Njëri mund të jetë plotësisht i thinjur, ndërsa tjetri ende të duket sikur koha nuk e ka prekur. Nuk ka të bëjë vetëm me shëndetin, është e shkruar në ADN. Për vite me radhë, stresi është fajsuar për thinjen e flokëve. Për një kohë të gjatë, kjo dukej më shumë si mit se sa si shkencë. Por kërkimet e fundit sugjerojnë se stresi vërtet luan rol, thjesht jo në mënyrën dramatike që tregojnë filmat. Stresi i fortë çliron hormone që aktivizojnë reagimin lufto ose ik. Këto hormone mund të dëmtojnë qelizat burimore të melanociteve brenda folikulave të flokëve. Pasi këto qeliza shterojnë, folikuli humbet aftësinë për të prodhuar pigment në mënyrë të përhershme. Stresi nuk i thin menjëherë flokët ekzistues. Ai përshpejton humbjen e pigmentit në flokët e rinj që rriten. Me kalimin e kohës, stresi kronik mund të bëjë që flokët të thinjen më shpejt se sa do të ndodhte normalisht.
Megjithatë, vetëm stresi nuk mjafton, gjenetika përcakton bazën. Shumë njerëz vënë re se flokët e thinjur nuk duken vetëm ndryshe, por edhe ndihen ndryshe. Shpesh janë më të ashpër, më të thatë dhe më të vështirë për t'u stiluar. Kjo ndodh sepse melanina nuk shërben vetëm për ngjyrën, ajo ndihmon edhe në mbrojtjen e flokëve nga dëmtimet UV dhe në ruajtjen e strukturës së tyre. Pa pigment, boshti i flokut bëhet më i ndjeshëm ndaj faktorëve të jashtëm, duke çuar në ashpërsi dhe porozitet më të madh. Gjithashtu, me kalimin e moshës, gjëndrat e yndyrës në skalp prodhojnë më pak vaj, gjë që kontribuon në tharje, sidomos te flokët pa pigment. Prandaj, flokët e thinjur shpesh kanë nevojë për kujdes të ndryshëm. Aktualisht, nuk ekziston një mënyrë e provuar për të parandaluar përgjithmonë thinjen e flokëve. Me që shkaku kryesor është plakja e qelizave dhe gjenetika, asnjë shampo, vaj apo suplement nuk mund ta ndalojë plotësisht këtë proces. Megjithatë, ruajtja e shëndetit të përgjithshëm mund të ndihmojë në ngadalësimin e thinjes së hershme. Mungesat ushqyese, veçanërisht vitamina B12, hekuri dhe bakri, janë lidhur me humbjen e hershme të pigmentit në disa raste. Pirja e duhanit gjithashtu përshpejton thinjen duke rritur stresin oksidativ në trup. Edhe pse stili i jetesës nuk mund të ndryshojë gjenetikën, ai mund të ndikojë në shpejtësinë e procesit. Në vitet e fundit, perceptimi ndaj flokëve të thinjur ka ndryshuar shumë. Thinjet nuk janë shenjë që diçka ka shkuar keq. Ato janë rezultat i ndryshimeve mikroskopike që ndodhin thellë brenda folikulave të flokëve, ndryshime të formuara nga gjenetika, koha dhe vetjeta. Kështu që, herën tjetër kur të vini re një fije floku të thinjur, kujtoni se nuk është thjesht shenjë e plakjes. Është dëshmi e gjithçkaje që trupi juaj ka përjetuar për t'ju sjellë deri këtu. Faleminderit që e ndoqët. Nëse keni sugjerime për videon ton të radhës, mos hezitoni t'i ndani në komentet më poshtë. Do të